është për ju si banor të zonës? Po kjo problematika që në kohët kjo bllokohet, sa bie një shik këtu, bllokohet. Cili është shkaku? Shkaku janë kolektorët që nuk pastrojnë, nuk kanalet që nuk mirëmbahen, nuk pastrojnë. Sa kohë ka që është kjo situatë për sa vitesh? Që kur u bë autostrada? Që kur bë ure autostradës aty, ajo e bllokoi fare. U ngushtua lumi, u ngrit niveli, çfarë do mbytesh, se s'bënet, se ku do vesh? E do mbytë fshatën. Edhe është rrezik tani. Këto ditë me daljen e Vjosis, pati problematika këte? Jo, zona këte jo, nuk pati. Këte zonë nuk pati, vetëm ferës që u mbytë dhe këta qervene këta tjerë. Kurse ne në Boçova, se që këte jemi, edhe ne rrezikojemi. Kemi mbjellë grure, kemi mbjellë hasull, kemi mbjellë elb, rrezikojemi. Se kemi me hektar, nuk është një, dy, e rrezikojemi. Dhe një problemi madhe është ure, që është bërë ato strata. Që kur është bërë ajo, edhe këtu shumë sipërfaqe toke që janë në nuj. Këto janë vetëm problemi kolektorëve. Problemi kanalit. Kanalit tua dhe nuk e di pse nuk... Kur ra ky shiu para 4-5 ditësh punon mirë pompat, nuk ashtu. Nuk e di pse i stakuane nuk punojnë pompat që të heqin ujin. Nuk e di. Faleminderit. Faleminderit juve që një intervistë. Këtu kjo pjesë. Po pastro kanalit. Kanë vite? Jo, vjet par vjet, nuk e pastro. Kolektorës janë pastro dhe? Po them se në kanale, se këtu vetëm kur del lumi që dilë i këte nga qerveni, ishte pa bërë agitatura, tash është e bërë, radhë në para ca ditësh kur erdhi aty asë jes pati këte. Po them që në kanale. Faleminderit. Jes mirë. Rreshjet e rëna ditët e fundit, por dhe mospastrimi i kolektorëve ka bërë që sipërfaqet të tëra toke të jenë në ujë. Gjithashtu në ujë është dhe në kalimi i Qarrit, i cili ndodhet në aksin e autostradës Levan-Vlorë.